Live from Tirana. Live from Tirana. Positions Ariana Grande na rikthen në studion e Live from Tirana dhe do të ndalemi tek një nisëm e re në formën e podcasteve që kanë ndërmarr aktorja e njohur Ema Andrea, së fundmi më e njohur për nismat e saj sociale. E kemi në telefon. Përshëndetje Ema. Përshëndetje dashur. Përshëndetje Ema, si kalon? Ciao, mirë, faleminderit, si jeni juve? Mirë, faleminderit. Jam me mua Genda dhe me Eliosin që është student i regjisurës, kështu që besoj. Mund të të quaj zysh Ema sepse kemi bërë Okej, tani po. Po, tani ta njoh zërin. Ema, me gjithë të situatë që po ndodh, ti si ndihesh si po e përjeton këtë moment? Këtë së fundmin, ky rikthimi është bërë pak i frikshëm, sepse në fillim e mora me më shumë kuraj, tani rikthimi i pandemisë është bërë i frikshme, jo vetëm për Shqipërinë, por gjithë situatën e përgjithshme, dhe besoj se ndjehemi të pafuqishëm për sa kemi lënë dorë politikës jetën tonë, jo në Shqipëri, në gjithë botën me sa shikoj. Po dalin qartë se sa të papregatitura janë shumica e qeverive për të drejtuar një situatë të jashtëzakonshme, se sa korrupsion ka pas në mjektësi. Dhe këtë natyrisht që s'po e nxjerr si përfundim nga vendi ynë, po nga gjithë news, nga gjithë lajmet e ngjarjeve në botë. Kjo është pothuajse e frikshme. Dhe pikërisht në këtë periudhë qytetaria është dorëzuar. Dhe pikërisht në këtë periudhë të vështirë, juve jeni një ndër njerëzit guximtar që tentojnë të marrin një nismë. Megjithë këtë që po ndodh, ti më parë disa javë më parë organizove aktivitetin Kovivere, ku sollën në skenë disa instrumentistë të veçantë për të dhënë mesazhin që megjithse në këtë periudhë Covidi ne duhet të bashkëtojmë me të mirën dhe me të keqen, kurse tani ke përgatitur një seri intervista shumë interesante të cilat ti ke publikuar në YouTube, pra online do të jenë ato dhe e ke quajtur Portmanteau. Më fol pak për këtë seri të re intervistash që po sjell. Më pari Covive ishte pikërisht ajo që thonë, që të shtojmë më shumë empati njerëzore dhe qytetarinë dhe mos presim gjithçka të na e zgjidhin tjerët. Edhe vjen mirë që tani vëmendja është kthyer si tek musical troupe e Shkodrës, si edhe tek artistët e tjerë me aftësi ndryshe. Më vjen mirë që ja dolëm të paktën të çojmë vëmendjen tek ata. Unë kam kohë që merrem me të kaluarën e afërme, që quajnë, që do të thotë e kaluara e diktaturës, për cilën flitet pak ose kur flitet më shumë bëhen debate tash, pra pikërisht prej faktit se për shumë vite është errtuar kjo periudhë. Dhe një nga mundësitë që më krijon fakt nga Abibank është që të intervistoj në ata që ende janë për t'regu historinë e tyre, ata që ende janë gjallë si dëshmi e gjallë e asaj periudhe. Sepse për mua vazhdon të jetë e rëndësishme njohja e të kaluar. Kur flet me trinjtë e kupton që shumë pak njohin historinë, ka bërë të vetën edhe hestja ku shumë nga ata thonë ka qenë më mirë atëherë, etj. Unë mendoj dhe do t'jap kontributin tim sa tjetë e mundur, përsa ka 3 vjet që së bashku me Memon e bëjmë të gjë, të njihet e shkuar, pastaj gjykimin, arsyetimin, reflektimi mbetet në dorë të ekspertëve historian dhe gjithë cilit nga ne. Duhet ne më përpara se të bëjmë shqiponjën me gishta, duhet shohim ka vetja dhe besoj se kjo do të jetë dashuria më e madhe për veten. Përpara se të presim që na vlerësoj bota, duhet me njoft ku i kemi pas gabimet tona. Edhe mos kemi më këtë frustrimin e po sepse kështu thot Evropa, sepse kështu thot bota. Ne duhet fillimisht me dash veten, dhe tu dush veten si shqiptar, duhet me fillu me kuptu dhe cilat janë gabimet historike, problematikat historike, e mira dhe e keqa se si kanë ardhur deri këtu ku jemi. E nisëm me historinë e Klara Miraka e Merlikës, një grua e cila është internuar në moshë shumë të vogël dhe ka përfunduar internimin kur ishte gjyshe, duhet thënë. Do kemi personazhe të tjerë po kaq të shenjuar keqas nga komunizmi. Janë 6 për fazën e parë janë 6 intervista të tilla, të gjithë janë personazhe interesantë, të cilët janë përsekutuar për bindjet e tyre politike apo thjesht sepse kanë qenë pjesë e familjeve ku baballarët apo të afërmit e tyre kanë qenë ose të pasur,
pra thjesht njerëz përparimtar, ose sepse kanë qenë shumë intelektual, ose sepse kanë pas bindje të kundërta me sistemin, kanë qenë dakord me sistemin komunist. Dhe besoj se këto dëshmi do t'i shërbejnë të paktën rinis, për me kuptu se deri ku janë shkelur të drejtat e njeriut. Këto intervista janë thjeshta ku secili tregon jetën e vet, e ndoshta po të përdor një shprehje të të rinjve se cili do bëj filmin e vet. Seritë e ardhshme, le të themi, të portmontos. Çfarë koncepti do të kenë? Pra do përqendrohemi vetëm tek pjesa e podcasting apo do të kemi dhe forma të tjera të teqimit të këtyre mesazheve? Këto 6 seri të parat janë kështu. Unë uroj të kenë impakt, edhe nëse ky impakt do të jetë, dhe unë ju falenderoj edhe për vëmendjen, atëherë do të shikohet, do të shihet për një format tjetër ku unë do kisha dëshirë, nëse Covid na lejon, të kishim edhe spektator të rinj në auditor, të cilët mundet të bëjnë pyetje apo thjesht të dëgjojnë live atë që ndodh. A mendoni se forma podcasting është një formë më e mirë se sa le të themi jetëzimi i këtyre historive nëpërmjet produkteve artistike, pra me nuanca artistike? Të dyja vlen. Ndoshta kjo mund t'i shërbejë dikujt tjetër për të bërë prodhime tjera artistike. Ne kemi bërë shumë provokime artistike si Memo, por nuk kemi vetëm ne që punojmë në këtë fushë natyrisht. Dhe të gjitha kanë funksionuar. Të punëmi edhe në Tepelen patëm po prap një aktivitet të tillë ku arti dhe ekspertiza muzeale dhe arkitekturës bashkëtuan në ish kampin e internimit Tepelen, bashkë me shumë të rinj të cilët patën një rezidencë artistike për të reflektuar mbi atë që ndodh. Secili mendoj do të japi kontributin e vet, pa nota mendoj unë qëndrimi, të paktën për ata që nuk janë ekspert. Pastaj pjesa tjetër është çështja e studimit. Gjatë kësaj periudhe kemi parë të angazhuar shumë me këto gjëra, po na ka marrë edhe malli të shikojmë në art. Edhe mua më ka marrë malli. Veçanërisht si aktore, sepse duhet përmendur që veçanërisht si aktore më ka marrë malli, por nuk di se them. Do të mallesh me artin, do kesh një projekt, se teatro tani vështirë, po. Gjithashtu duhet pak në teori kujtoj që unë nuk jam pjesë e institucioneve që gjenerojnë art në repertor, si rutinë e tyre. Kështu që gjithë jetën edhe të qenë tim si aktore nuk ka qenë gjithaq komode. Pjesëmarrëse si aktore nuk ka qenë gjithaq komode. Në përgjithësi, rolet e kanë fituar me audicione, në përgjithësi në 90% të rasteve i kanë fituar me audicione, të cilat në rastin tim të paktën nuk kanë qenë regjisor të cilët operojnë në Shqipëri, por regjisor miq që kanë ardhur nga jashtë. Kur kam mund të futem në audicion, kam fituar. Dhe kështu që unë nuk e kam dot agjendën si aktore, nuk e kam dot të përcaktuar, jo tani në kohë Covidi, por në përgjithësi nuk e kam përcaktuar dot për gjithë motivet që ju thash më sipër. Sepse kam zgjedh dhe më kanë zgjedhur të mos jam pjesë ashtu e këtyre institucioneve ku prodhohet, ku krijohet, ku prodhohen shfaqje. Mirë, unë falenderoj shumë që ishe me ne dhe urojmë vërtet që të ketë impaktin që ti kërkon në portmontoja. Patjetër. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen. Kështu që shpresoj të dëgjohemi sërish për projekte të reja, pse jo edhe artistike, po sigurisht edhe të këtij lloji. Ndikim tashmë Kim Cezerian, Andres, rikthehemi pas pak në Live from Tirana. Live from Tirana.